Rritja e prodhimit vendas ka bërë që kjo javë të nisë me rënje të ndjeshme të çmimeve të fruta e perimeve në tregjet e kryeqytetit, krahasuar me një javë më parë. Shtimin e prodhimit e kanë favorizuar edhe temperaturat e larta, gjë që ka eliminuar nga tregu pothuajse pjesën më të madhe të produkteve bujqësore të importuara. Të pyetur nga televizioni Skan, shitasit shprehen se me uljen e çmimeve vihet re më shumë konsum nga qytetarët. Këtë javë çmimet unë shes domate dhe qershi, çmimet e domates ka janë ulur. Edhe qershia e ulur, është me 800 lekë kilja, domatja cilësia e dytë 3 kg 1000 lekë. Në krahasim me javën e kaluar, çmimet kanë qenë shumë më të ulta se javën që i. Po s'do men ajo kur ulen çmimet, rritën vlen më shumë. Kur janë çmimet e larta, se vlen dot. Çmimet janë ulur, ka këtë javë, prodhimet e sezonit. Edhe veç qytetarët, të cilët deri më tani ankoheshin për çmimet e larta, shprehen se janë të kënaqur nga niveli aktual. Shumë normal janë. Kam pasur ulje në krahasim me një javë më parë? Po si, goxha ulje biles. Domatja ishte më shtrenjtë, tash është shumë mirë. Edhe është domate cilësisë shumë më të mirë se sa që ishte më përpara. Ne do blejmë aq sa mund të konsumojmë, po çmimi është i arsyeshëm. Të arsyeshëm. Sot më marrë unë qershia 1000 lekë të arsyeshëm. Kam pësuar ulje nga një javë më parë? Po si kam su ulje, kanë qenë 1500, 1300, sot i marrë 1000, bile shumë të mira ishe. Shumë të mira. Nga një javë më parë kam pasur ulje? Ka ulje nga ditë në ditë. Fillimi i sezonit veror deri në fund të tij është koha kur qytetarët mund të blejnë produkte bujqësore me çmime të lira, ndërsa në pjesën tjetër të vitit tregu mbushet me produkte të importuara të cilat tregtohen me çmime të kripura.